Përshëndetje, mirë se keni ardhur në një vlog të ri. Unë quhem Paula, për ju që ndoshta nuk më njihni dhe kjo është video e parë që klikoni në kanalin tim. Ju ftoj të klikoni poshtë subscribe sepse jam shumë e bindur që nuk do zhgënjeheni nga videot e mia dhe do merrni një dozë pozitiviteti nga këto video. Mundohem shumë, jeta nuk është vetëm me gjëra të bukura, nuk është jeta vetëm këto që ne shohim në YouTube apo në Instagram, jo. Por që mundohemi që të përcjellim sa më shumë pozitivitet edhe të kalojmë një kohë të bukur të ndërmjet jush edhe meje. E thash mirë apo? Dita ka nisur më herët dhe unë u bëra pak kështu e bukur, bëra make-up edhe thjesht kam veshur një palë xhinse, një t-shirt të bardhë edhe këtë bjelek, jo triko, që e kam marrë tek Zara, që në shtator tetor diçka e tillë. Kam paketuar disa pako nga Vinted, 4 pako nga Vinted, që duhet i çojmë edhe tek posta, po ju lë emrin këtu poshtë, nuk e di sa do postoj dhe sa aktive do jem dhe aty, por që gjithsesi unë po lë emrin këtu poshtë, nëse doni të shkoni dhe të më ndiqni. Do ta nisim këtë video me një haul, ditë ju them që ky vlog do ketë shumë haule. Nga një bashkëpunim, haul që kam bler gjëra për veten time, haul çfarë kam bler të dashurit për në Shqipëri, domethënë për ditëlindjen që do shkoj, që është sot është e premte të hënë nisem për Shqipëri. Dhe ç'a hauli tjetër? Këto kemi gjërat kryesore, por që do nisim me këtë nga Yehwang. Ditë ju them që Yehwang është një nga brendet që më pëlqen shumë të bëj bashkëpunime, sepse është nga ato brendet cilësore dhe kam bizhu nga vera vjet, që i kam mbajtur gjatë gjithë verës, siç është kjo unaza këtu që do ta lë këtu anash, që ta shikoni një foto nga vera e vjetshme. E kam akoma sot e kësaj dite këtu dhe nuk e ka gjetur asnjë gjë. Por si fillim, le t'ju tregoj një këto çfarë kam porositur kësaj radhe dhe më pas do t'ju tregoj dhe unazën që t'ua vërtetoj që është njësoj siç ishte vera e kaluar kur e mora. Kam porositur disa aksesor për verën, sigurisht. Më pëlqejnë shumë aksesorët e verës që janë këtu dhe midis tyre kam porositur edhe një fund. Ç'është kjo midis tyre? Më kujtoi një film të vjetër që shikoja me kushurinë e mi dhe të babit. Dhe midis tyre Samina me vlerë. Qa fili? Edhe e fillojmë, hapim këtë pakon. Shumë qingla mingla, por jo qingla mingla do si do. Para që sa e pash dhe thash do ta marr është kjo varsja që është me guaskën dhe me yllin e detit. Është tepër cute, e di që mund ta gjejmë edhe në shumë faqe të tjera, por këto këtu nuk nxihen, kështu që prandaj më pëlqejnë tepër, edhe mund t'i porosisim edhe me nga 2 euro në për Temu edhe në për Shein, por e dim që thjesht do t'i veshim një herë edhe pastaj nuk do t'i veshim më. Kurse këtë e mbajmë gjatë gjithë verës edhe e kemi këtu njësoj. Ta vendos edhe ta shikoni. Juhu, tepër cute. Kam porositur edhe këta vatët, që janë me këtë yllin, po prap sigurisht të detit, edhe me këtë perlën, edhe duken shumë bukur, edhe për në verë janë yll. Ta vendosim. Vendosa, sa cute, sa bukur që ngjan. Cute. Ju që du të regoj tani është e preferuara ime. Është ky bërzëlyku i dorës që vjen në këtë formën kompakte, jo në formën e një zinxhiri, dhe hapet në këtë mënyrën këtu, edhe është njësoj si kunaza që unë kam marrë vjet, edhe ngjan tepër bukur. Nuk e di, po më pëlqen shumë bukur, edhe mund ta mbash dhe kështu thjesht ngjitur tek dora në mënyrë që mos të lëviz. Shikoni pak, me guaskën dhe po prap yllin e detit që përshtatet shumë bukur edhe me varsën. Radhës është kjo këtu, që në fakt është si zinxhir, dore, por unë e mora më shumë për zinxhir këmbë. Dhe uroj shumë që të më ri mirë, po besoj do më ri mirë se unë kyçën e kam goxha të vogël. Dhe shikojeni pak, ka këtu, shikojeni pak të guaskën e tillë, ka perlat këtu. Është kjo guaska po prap, ky ylli i detit me këtë gurin këtu shumë i bukur dhe kjo perla, edhe ky detaj që kjo ri kështu varur, edhe mendoj që për te këmba do jetë perfekt fare. Kam porositur edhe një kapse për flokët. Është në ngjyrën gold dhe ka vetëm këtë perlën këtu edhe këtu dhe nga ana tjetër. Është goxha e fortë si kapse. Ja ta vendosim dhe ta shikojmë sa bukur qëndron. Është goxha e vogël cute. Arin ta shikoni? Nuk e mendoja ndonjëherë të kisha ndonjë fund roz, por ja, mora një fund saten që vin me etiketën e vet sigurisht.
Është i gjatë, është njësoj si ato që shikojmë tek Zara, tek Zara më shumti. Vjen i gjatë, në këtë copën shumë të hollë, punimi është goxha i punuar mirë, edhe këtu vjen me pjesën e zinxhirit dhe te beli ka elastik që është goxha elastik. Edhe pjesa poshtë është goxha elastike, nuk është ai sateni i fortë që nuk të lejon mundësinë nëse ta kesh pak më të ngushtë apo pak më të madh. Edhe do ta provojmë dhe këtë se me këtë nuk është se shkon shumë, por që do ta provojmë. Do lë edhe pak kodet dhe të dhënat nëse ju pëlqen diçka tek webi. Injoroni rrëmujën bazë, por rrëmuja me karton është rrëmuja e preferuara ime, kështu që prandaj nuk u bëra që t'i hiqja. T'ju tregoj pak të fundin, sa i bukur që është ky sateni, edhe thjesht me një t-shirt të bardhë dhe ngjan shumë bukur, ndërkohë nga këmbët t'ju tregoj që e kam kombinuar me këto pupat me gura. Edhe kur e porosita me idenë që ta kombinoj me këto pupat kaq të bukura me gur. Edhe pas të tregon shumë bukur, nuk të tregon asnjë defekt apo të tipit celulit, më fal, edhe gjëra të tilla. Shumë i bukur. Thjesht duhet heqim pak bark. Që të jemi saktë dhe mos ju gënjej, kjo ishte unaza që ju thash nga vera e kaluar dhe e mira e kësaj unazës është që ti mund ta ngushtosh sa të duash dhe ta lirosh po prap sa të duash dhe e mban në cilin gish që ti ke dëshirë. Edhe më pëlqen tepër edhe kjo. Edhe më pëlqen që kombinon me bërzylykun. Ja tani kam set. Sot më kanë dhënë edhe një kod që ju mund të përfitoni zbritje. Kjo është thjesht për t'ju ndihmuar juve që vini ndjekësit për shembull nga kanali im dhe thjesht për të përfituar një ulje nëse doni të blini diçka, absolutisht unë nuk përfitoj asnjë gjë monetare nga çfarë ju mund të blini aty. Edhe po, ky ishte hauli i parë, tani duhet të nisemi të çojmë pakot e posta. Sot jam edhe në punë në fakt, duhet të jem në orën 5, ora është diku te 1, në ora 4 duhet të dal nga shtëpia. Kam kohë, nuk kam ngrënë as mëngjes, as drek nuk kam ngrënë, edhe po e ndjej shumë gërgërën këtu te stomaku im. Po do dalim mirë të çojmë pakot se është dhe e premte dhe kam thënë se më mbyllen më shpejt këto paket shopet. Këto janë 4 porosit e radhës, ishin pak më të mëdhaja dhe nuk mi nxinte këtu te këto qeset e vogla që i kam kastile, i kam bler kastile. Këtu është një set kaf, janë pantallona dhe një jelek. Këtu është xhupi jeans, këtu janë një palë jeans nga Zara dhe këtu është një pullover nga Pull&Bear. Edhe le t'i çojmë tani. Jam shumë e lumtur t'ju them se ne tani kemi filluar edhe me organizimet tamam të pagëzimit të Noelit, që është në fillim të gushtit, edhe jam shumë e lumtur, shumë e emocionuar dhe të ta pagëzoj unë. Noeli për mua është më tepër se një kushuri, se një djalë xhaxhaj, po keni parasysh kur dalin ato TikTok-et që bëhen kështu virale, si do t'i them fëmijës tim, që dashuria ime e parë është mbesa. Unë për shembull Noelin e kam djalë xhaxhaj edhe si do t'i them unë tani nesër pas nesër, ta bëj dhe si ato videot, fëmijëve të mi që dashuria ime e parë është Noeli, është djali xhaxhajt, e dua shumë sinqerisht, nuk e di, po kam një dashuri pa fund, më të madhe se dashuria që kam për Noelin nuk kam për asnjë, nuk e di pse, nga si ma ka vjedh gjithë këtë dashuri nga zemra ime ai fëmijë. Le të bëjmë skincare-in ton të mëngjesit së bashku. T'ju them pak që i kam gacmuar pak këto dy puçra këtu, se jam edhe para ciklit, edhe lëkura ime gjithmonë para ciklit nuk është në gjendjen e saj më të mirë. Tek poçi i Obsessed the Brand, këtu i kam të gjitha ngjyrat, edhe këtu mbaj çdo gjë. Serumin Deep Sea që kam marrë te Glow Skin dhe tashmë i dini të gjitha skincare-et e mia se ku i kam marrë. Unë faktikisht nuk përdor fix çdo mëngjes apo çdo darkë të njëjtën rutinë, sepse i miksoj pak. Çfarë do të thotë? Do me thënë që për shembull këtë mëngjes po përdor këtë serumin e Deep Sea, duke qenë se nuk dua ta ngarkoj shumë fytyrën, dhe është shumë i lehtë, i hidratueshëm, edhe përthithet shumë mirë nga fytyra, edhe nuk ta lë atë ndjesinë sikur e ke me vaj, thjesht sa ta përthith mirë fytyra. Plus edhe ta mban fytyrën të shëndritshme edhe me jetë. Pastaj vetmi produkt ose më saktë dy produkte që nuk i ndaj kur nga rutina ime
është hidratuesi që kam po prap nga Glow Skin dhe kremi i diellit në mëngjes sigurisht. Acidin salicilik duhet ta fillojmë të gjitha ne gocat që kemi fytyrën që na anon nga akneikja edhe ndihmon shumë për aknet, për përtharjen e tyre, për poret, për të gjitha. Nuk e di nëse kjo është zgjedhja më e mirë që mund të kem bërë, por që më ka pëlqyer edhe është goxha hidratues. Edhe nuk duhet të hedh shumë sasi të mëdha sepse pastaj i zgjojmë në mëngjes kur e përdora në darkë një ditë, si u zgjova në mëngjes me lëkurë të rrjepur këtu, domethënë shumë të thatë dhe nuk dua që ta kem e kam fytyrën të ndryshme, po që nuk dua ta kem tani të më anoj komplet nga hemisfera veriore në hemisferën jugore apo nga poli veriut në polin e jugut, më mirë kështu. E me që përdora këtë hidratuesi nga Acne Cream, acid salicilike dhe ka edhe veti hidratuese, e duke qenë se edhe serumi ka veti hidratuese, nuk po e përdor kremin, ta kursej një qik edhe hapi i fundit kremi i diellit që më keni pyetur shumë se ku e kam bler. Unë këtë faktikisht është markë koreane, po e kam bler tek Tiki Max këtu në Gjermani. Po e sigur që nëse e klikoni online në Google apo në Safari, e sigur që do ju dal një faqe se ku mund ta porosisni online për ju gocat që jeni jashtë në Europë kështu, se ju gocat në Shqipëri të jemi sinqert mbaj mend që e ka pasur Bioten, po nuk e di nëse do e ketë më apo jo, por mund të shkruani, të pyesni dhe gocat e Glow Skinit, duke qenë se Glow Skini është vetëm biznes që ka firmat koreane, japoneze, këto gjëra përndej, edhe mund ta pyesni nëse e ka apo jo. Mezi po pres të vete në Shqipëri se do marr 2 produkte virale te Glow Skini që e kam parë kudo në TikTok, kudo, edhe nuk e kam përdorur. Lipozan për buzët, a nuk ju kam thënë sot se çfarë planesh kam. Body mist e kam në fund, kështu që nuk e kursejmë sa herë kemi në fund, e hedhim edhe në bluzë. Se mendoj ta mbaj këtë t-shirtin dhe të vesh në një plikë në një gjë lartë. Sepse dua të dal, dua të blej disa çokolata për në Shqipëri, duke qenë se nesër është e diel, tu janë të gjitha dyqanet mbyllur, edhe të hënën do më duhet të dal shpejt nga shtëpia, sepse kam dhe avionin shpejt, se nuk e kisha parë mirë biletën dhe mendoja se kisha në orën 5 mbasdite avionin, por jo, e kam në orën 1 të drekës, kështu që 4 orë më shumë në Shqipëri dhe për mua është perfekte. Para se të bëj make-upin, ta lëm pak fytyrën t'i përthith mirë produkte dhe t'ju tregoj dhuratën që i kam bler të dashurit për ditëlindje. Ai ka ditëlindje në 1 prill, por në datën 3, 4, 5 dhe 6 do ikip me pushime me shokët në Itali dhe ndërkohë në datën 31, 1 dhe 2 do jemi bashkë, do i kalojmë ditët bashkë. Do shkoj edhe te mami sigurisht dhe babi për t'i takuar në datën 1 paradite, se menduam të qëndronim në Tiranë, po qëndruam në Tiranë, i bie që nuk do kemi mundësinë të vëmë në Vlorë dhe të takoj mamin dhe babin dhe menduam kështu. Në datën 31 rim në Tiranë dhe kalojmë gjithë pasditen dhe darkën aty, ham edhe ndonjë darkë ndonjë gjë dhe presim ditëlindje në Tiranë. Më pas në datën 1 në mëngjes nisemi për në Vlorë dhe në datën 1 në mbasdite prap do jemi bashkë, do ham një darkë me disa kushurin të dashurit tim që kalojmë shumë mirë bashkë, do me thënë bëjmë çifte. Edhe pastaj prap përsëri të qëndrojmë bashkë, do të themi në Tiranë, do me thënë prap në datën 1 në darkë, nuk kemi çfarë të bëjmë tani. Këto ditët që janë duhet të vetë t'i takoj mamin dhe babin. Dhe siç po ju thoja që do ikim me pushime me shokët në Itali, edhe ai nuk e kishte një çantë ose një marsup që kur del, se nuk është dhe tipi në fakt, edhe ndaj nuk e ka bler asnjëherë, por që tani që sa vjen dhe koha kalon edhe rritet më shumë, edhe është kështu, domethënë që të kisha një çantë të mirë, që ta kisha kur dilja, jo kur dal thjesht për kafe aty vërdall, po kur ikëm për shembull në udhëtime apo që do shkoj në ndonjë lokal apo ndonjë darkë me shokët, duhet një çantë për të mbajtur çelsat, portofolin, ndonjë farsolet, ndonjë gjë të tillë, domethënë. Edhe po, unë mendova që ta merrja, i kam qenë shumë në mëdyshje se çfarë ti merrja dhe i kam marrë një çantë nga Emporio Armani. Edhe po e tregoj tani, nuk ka problem se kjo video do postohet më vonë, kështu që është okay. Edhe t'pa tregoj tani se sa e bukur që është. Unë e kam porositur tek faqja online, tek webi online i Emporios, në mënyrë që ta merrja të sigurt edhe të vinte me të gjitha kartat e veta, dasbegun e vet,
çdo gjë, domethënë dhe paketimin dhe të gjitha, sepse kam shumë merak, sepse këtu në Gjermani kohëve të fundit po ndodhin shumë mashtrime nëpër webe, edhe te Zalando kam pasur pak merak ta marr, se ndonjëherë thonë që te Zalando nuk janë origjinale, nuk e di domethënë për ju si ju kanë rezultuar këto gjërat që keni marrë nëpër Zalando, por që merak, kështu që thash më mirë po shpenzoj edhe pak lek më shumë edhe t'ja marr. Si fillim ishte kjo letra e bardhë që nuk e di, ndoshta futet zarfi këtu brenda, sepse ka ardhur bashkë me këtë zarfin e vet, që brenda është një letër që unë e kam shkruar për ta uruar për ditëlindjen, edhe letra shumë e bukur, edhe këtu poshtë ka shkrimin Armani, i dashurim vdes për gjëra firme, gjëra kështu. Do me thënë është komplet bota ime, unë nuk e kam fare problem, unë mund të vishem shumë e lumtur me Temu, apo me, nuk e di, me Shein, me gjëra të tilla, ndërkohë që ai nuk është fare tipi i tillë. Këtu është edhe çanta, mendoj që kam bërë një zgjedhje shumë të bukur që i përshtatet atij dhe jo për ta pasur për përditshmëri siç u thash, po për ta pasur nëpër evente dhe nëpër darka të rëndësishme që ja vlen, domethënë të marrësh çantë me vete. Është kjo çanta këtu, shumë e bukur, edhe ka këtë ripin e dorës, që domethënë zakonisht mbahet kështu, nuk e di si i mbajnë çunat këto, se s'ja kam iden fare. Edhe vjen si në formën e lëkurës, kështu. Edhe nuk e kam hapur nga brenda, sepse nuk dua t'ja prish paketimin, edhe kartat e veta sigurisht, që janë të gjitha këtu. Edhe kjo ishte çanta. Mua më pëlqeu shumë, mendoj që mund të jetë një zgjedhje ideale për një djalë të moshës së 20-25, domethënë sepse është diçka që do i duhet. Edhe një diçka e mirë kur investon edhe pak më shumë, do t'i mbetet gjatë. Ndërkohë ai vet më kërkoi që t'i blija, duke qenë se nuk kishte nerva që të shkonte në Tiranë për të bler, një xhup fësh që e kam porositur tek Zalando, është nga kjo firma Jack & Jones, edhe kjo kushtoi 40 euro dhe nuk mendova fare që ja vlente, sepse është shumë e holl, por që i duhej për tani me pushimet në Itali, se nuk ishte një xhaketë të holl apo një gjë që ta vishte edhe me xhinse, edhe mos të ngjante shumë sportiv. Edhe kjo. Pra edhe vezën time të freskët nga Shqipëria, edhe po vishem, do vesh thjesht këtë kostumin sportiv Nike, se nuk e di, ju a thash, ka sot këtej është shumë e keqe. Nesër pas pune do luajm edhe flokët me këtë shampo kolorin, që të vemi pak më të bukura në Shqipëri. Pakës make-up shpejt edhe dalim të bëjmë një 2 psonisje të vogla. Në fakt doja të shkoj edhe pak te Zara, i kam vënë syrin një këmishë e roz shumë të bukur. Për primer po përdor këtë të Elfit. Mishë numër 21. Gëzuar me PS2-sh. Të hënën do vita pinjë. Po. Ko e keqe ka qenë dhe këtej në fakt. Edhe të mendosh që ke vetëm një çantë për të marrë, që unë do marr atë Longchampin tim të madh, duket shumë nuk e qa të marrësh, do me thënë më përpara me pak fjalë. Edhe për dhuratën, mendoj që do ta mbaj në dorë, uroj shumë mos të më hapin probleme, se zakonisht
këta të Wizit nxjerrin vetëm probleme, në kuptimin që nuk duan asnjë gjë tjetër përveç se një çantë, edhe duhet pagosh 60 euro ekstra, edhe nuk e di, uroj shumë që mos të jem unë rasti, por le t'i tregoj se çfarë bleva, sepse kam bler një 2 gjëra të vogla. Në fakt çokollatat ua tregova, edhe ato 2 shampot e vogla që mora tek DM-ja ju a tregova, por t'ju tregoj vetëm se çfarë mora për vete, diçka bazike që nuk është se i mora vetëm për udhëtimin në Shqipëri, por që do më duhen gjatë gjithë kohës. Kështu që një mini haul përsëri. Hajt më, gjëra të bukura kemi për të treguar, paçim për të treguar. Këtu te tavolina kemi një mini katastrofë e vogël. Ka marrë këtë kostumin e verë që ta vesh ditën e dytë kur të vete rrugës për në Vlorë, disa të brendshme edhe çorape. Dhe këtu ka marrë skincare-in tim kryesor që është kremi i trupit, toneri, këtu është larsi i fytyrës. Në një nga këto është kremi i diellit dhe në tjetrin pastaj është hidratuesi i Glow Skinit. Mendoj që kam për të futur këtu edhe shampot, por që do t'i hedh shampot tek kutia cute që kemi nga seti. Edhe kjo do jetë çanta që do marr, është goxha e madhe dhe mendoj që dhe veshjet e tjera që nuk i kam zgjedhur akoma do t'i vendos edhe në një qese tjetër të tillë, se nuk e di që nga shpëtim, nuk e di se si nuk e kam marrë më përpara qeset e tilla. Provova në fakt disa gjëra cute tek HM-ja, por nuk ma mbushin shumë syrin. Ai trençi kam shumë kohë që i vi rrotull një trenç koti. Dhe të shkurtër më pëlqen, po edhe aq të shkurtër nuk është se e dua, nuk ishte ajo që kisha provuar në fakt ishte masa më, por ishte shumë e gjerë, shumë oversize edhe nuk më pëlqente se unë jam pak e shkurtër edhe kur vesh edhe gjëra pak të gjera, ngjaj pak më e shëndosh, edhe futem më në ujë se që jam e shkurtër. Dhe dua t'ju tregoj tani gjërat që ju thash që kam marrë tek Zara. Kam marrë këmishën që ju thash që kisha ditë që e mendoja dhe që i kisha ardhur vërdallësh. Kjo këmisha këtu roz, që vjen e thjesht sportive, prisni t'ju lë dhe kodet këtu, nëse ju duhet diçka, i keni këtu bashkë me çmimet. E kam marrë XS sepse vjen goxha i gjerë. Të tillë material edhe të tillë këmish kam boqellin edhe të bardhën, edhe janë këmisha shumë të mira, kështu që një roz duhet. Duhet përveç se ka filluar që më pëlqen tek vetja ime, është edhe ngjyrat e sezonit tani, roza, boqelli, kafe, e verdha, janë ngjyrat më in të momentit. Edhe kam marrë një t-shirt të thjesht, ngjyrë kafe, pambuk nga Zara, që ka kushtuar 7,95 €, kodet i keni përsëri këtu, nëse ju pëlqen edhe për t'i porositur online. Edhe kjo shkon shumë bukur edhe me kostumin e verdh, po edhe me xhinse, edhe me një xhaket sipër, mendoj që shkon shumë mirë, edhe me këmishën biles. Edhe ka marrë një kanatiere body, është kjo këtu, goxha material i mirë i but, se thash dhe do thoya dhe i but dhe i bukur edhe i futa shkurt buk. E ka marrë masa më, se mu duk goxha që është e hapur tek pjesa e kraharorit dhe nuk dua që të më risë, ja shumë e ngushtë dhe e egzageruar, kështu që qëndrova tek M-ja. Dhe mendoj që këto janë shumë të mira, kur i vesh dhe me xhinse, për kurdo herë janë shumë të mira. Unë kam dhe një kanatiere tjetër nga Zara, më pëlqen shumë edhe ajo, pa ajo thjesht vjen e mbyllur deri tek qafa. Edhe thash po marr edhe këto ishin vlerët që mora për veten, edhe pastaj ju a tregova çokolladat, mora 10 në total, i mora dhe Noelit një vezë për Pashkë, për kështu, meqense kanë dalë këto këtej, 2 shampo të vogla, një kolinos të vogël, edhe jemi gati. Jo, nuk jemi gati, qa po them, nuk di qa do vesh. E di që në datën 1 do dalim për dark, po nuk di ku do ta ham darkën dhe në fakt nuk i kemi vendosur dhe nuk di çfarë të marr. Jam shumë në mëdyshje, por që dua të vishem të marr edhe gjëra kozi. Do të merrja shumë çizme, të jem e sinqert, por po mendoja pastaj të vishja çizmet rrugës edhe ti merja atletet të çantë, po qa do mbaj më përpara ajo çanta e shkret. Këto shampo të mora tek DM-ja edhe them ti hedh këtu. Të ngjaj çik më aesthetik tani, kush do t'i shikoj përveç meje? Punë e madhe, ti shoh fund të kënaqem unë. Kaq kishte kjo?
Do marrë edhe këto dy maskat që t'i bëjmë një dark. Sa e dashur e mirë që jam, ha? Tani, kam bërë dy outfite që mendoj ky të jetë për rrugës, pra jeanset nga Zara, këtë t-shirtin po prap nga Zara, këto syzet, vath super të thjesht, këtë ripin të jeanset sigurisht, ta vedesh edhe një këmish. Pastaj edhe më pas xhaketën e lëkurës jeshile, do ta kafe. Nuk e di nga merri kafe dhe kapelen. Dhe mendoj që ky mund të jetë një outfit shumë i bukur dhe i rehatshëm gjithashtu për në aeroport. Pastaj këtë këtu po e mendoj si një opsion shumë të mirë për darkën që do ham natën e ditëlindjes. Tani mendoj që ky fundi nga Zara, kështu gri, edhe me këtë badin do ri shumë bukur dhe këmishën që mund ta fusim pak brenda tek fund pantalloni. Këta vathet roz sigurisht që ta bëjmë pak kombinimin më cute-shëm. Për çantë nuk jam shumë e sigurt, por mendoj që është i vetmi opsion që mund t'i përshtatet shumë mirë. Nuk e kam një çantë roz. Po ta kisha do merrja një çantë roz. Nuk e di. Jemi në momentin tim të preferuar, në fakt është një ditë më vonë, por pas pune. Kam pasur shumë punë dhe kam qenë shumë e ngarkuar, prandaj nuk kam filmuar sot që është dita e diel, edhe është momenti për të lyer flokët, sepse nesër që në mëngjes në orën 9:40 kam trenin që duhet të nisem për në aeroport. Kam marrë këtu të gjitha gjërat që më duhen, që janë një paldorashka, një kapse që do na ndihmoj, harova krërin, shampo kolorin, dandes, edhe ta bëj pak ambient cozy. Ta heq edhe vathët që mos të më bëhen pis, edhe le të fillojmë nga puna. Sepse hiqet se ka ndodhur edhe më përpara kjo gjë. Tani, ndërkohë që mbarova, do ta mbaj këtë për rreth e thot këtu sa do ta mbaj? 5 minuta thot që duhet ta mbaj. Kisha harruar këtë 5 minuta dhe më pas do ta laj. Ndërkohë unë do bëj të pastroj të gjitha këto që bëra, edhe pastaj futem në dush. Mos u bëni merak për qafën, për këto apo dhe për bluzën, se e kam provuar edhe më përpar, edhe largohet. Kjo ka një gjë shumë të mirë, për shembull mund të kem lyer këtu edhe pak ballin dhe ndërkohë kur e laj, nga balli lëkura ikën dhe nga floku nuk ikën. Jemi pas të ushit, edhe kështu duken edhe flokët, po flas me zë të ulët se është bërë shumë vonë. Në fakt nuk dallohet shumë mirë ngjyra se është edhe natë, por në ditën bie më shumë në sy ngjyra, edhe diferenca nga ato që kam pas më përpar, por që duken, besoj duken pak edhe në kamerë, se nga telefoni ngjajnë shumë të errta. Ndërkohë do mbyll çantën për nesër, edhe ditë ju them vetëm që ka ndryshuar komplet outfitet. Nuk janë më as ata që ju tregova dje. Kështu që kaq për mua, kaq nga mua, kaq edhe për ju. Ju dua shumë, ju kam shumë gjan, kaloshit një fundjavë sa më të bukur. Deri atëherë ne shifemi në Instagramin tim për më shumë foto dhe video dhe për çdo gjë tjetër, sepse nuk do xhiroj vlog këto 3 ditë që do jem në Shqipëri, janë shumë pak, kështu që dua shumë që ti shijoj momentet edhe të kushtoj vërtet të rëndësi njerëzve që do kem afër. Ju kam edhe një herë shumë gjan. Mos harroni të klikoni subscribe dhe shihemi në videon e radhës. Pacim! Si ju duken flokët? Më shkruani në koment.